Të nderuar dëgjues, përshëndetje, fillojmë edhe për sot programin Rruga me Dr. Michael Youssef. Në programin ton të sotëm, Dr. Youssef do të na tregojë hapin e 5 në procesin e rritjes shpirtërore, që është shprehja e jashtme e besimit. Do të shohim se besimi pa vepra është i vdekur. Megjithatë, ne nuk duhet të harrojmë se nuk jemi shpëtuar nëpërmjet veprave të mira. Veprat e mira nuk mund të shpëtojnë dot askënd. Bibla thotë se ju mund të shpëtoheni vetëm nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin. Por pasi jeni shpëtuar, shumë vepra të mira presin të bëhen nga ju. Për më shumë hollësi, le ta ndjekim me vëmendje Dr. Youssef. Dëgjim të këndshëm. We welcome you, our listening friends, to this broadcast. Miqtë dashur, ju urojmë mirëseardhje në programin ton. I hope you are being blessed by listening as we are blessed by speaking. Shpresoj që t'jeni bekuar duke na dëgjuar, ashtu siç jemi bekuar edhe ne duke ju folur. We are delighted to bring you this special series of messages from the Epistle of James. Jemi të kënaqur të sjellim tek ju këtë seri të veçantë mesazhesh nga letra e Jakobit. And if I can tell you that the Christian faith from beginning to end is based on one thing, it would be this. Dhe nëse ka diçka që mund t'ju them me siguri, është se besimi i krishter që nga fillimi deri në fund është i bazuar diku. Faith. Besimi. Faith in Jesus Christ as Savior and Lord. Besim në Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Without faith, all of our good works means nothing. Pa besim, gjithë veprat tona të mira nuk janë asgjë. And in this broadcast, we will deal with the question of faith and works. Dhe në programin tonë do të përballemi me çështjen e besimit dhe të veprave. In previous broadcasts, we began looking at the 12 steps for growing Christian. Në programet e kaluara filluam të shihnim 12 hapat për një krishter në rritje. We have seen 4 of these steps already. Kemi parë tashmë 4 prej këtyre hapave. Let's review these steps. Le të rishikojmë këto hapa. Number 1, Numri 1. counting it joy when you are tested. Të konsiderosh gëzim kur je në provë. Number 2, Numri 2. saying no to temptation. Ti thuash jo tundimit. Number 3, Numri 3. obeying the word of God. Ti bindesh fjalës së Perëndis. Number 4, Numri 4. showing no favoritism. Të mos shfaqësh preferenca. And today we learn the 5th step in this 12-step program for spiritual growth. Dhe sot do të mësojmë hapin e 5 në këtë program 12 hapësh për rritjen shpirtërore, Namely practicing genuine faith. që do të thotë të praktikosh besim të sinqert. In the last message, James gave us an illustration of not showing partiality toward those who would come to church well-dressed versus those who don't. Në mesazhin e kaluar Jakobi na dha një shembull, atë të paanësisë ndaj atyre që vishen dhe atyre që nuk vishen mirë kur vinë në kishë. Today we go from showing no partiality in the church to the outward expression of faith. Sot pra ne do të kalojmë nga kjo çështje drejt hapit të 5, që është shprehja e jashtme e besimit. In a world that is filled with people who think that they can earn their salvation, Në një botë të mbushur plot me njerëz që mendojnë se mund ta fitojnë shpëtimin, James puts things in their proper perspective. Jakobi i vendos gjërat në mënyrë të tillë që të jenë sa më të qarta. Let me give you a more clear translation of verse 18 of chapter 2. Më lejoni t'ju jap një përkthim më të qartë të vargut 18 kapitullit 2. If you only have faith, some could easily challenge us by saying, "You say that you have faith, and I have merely good works." Por nëse ju keni vetëm besim, dikush do t'ju sfidoj duke thënë, ti ke besimin dhe unë kam veprat. Well, all you can do is to show me a faith without corresponding action, but I can show by my action that I have faith as well. Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia. There are some who love to think that they have found a contradiction in the scripture. Ka njerëz që pëlqejnë të mendojnë se kanë gjetur diçka kontradiktore në këtë shkrim. And they say, look, Paul and James are contradicting each other. Dhe ata thonë, shiko, Pali dhe Jakobi kundërshtojnë njëri tjetrin. Paul teaches salvation by faith alone, but James is teaching salvation by works. Pali mëson shpëtimin vetëm nëpërmjet besimit, por Jakobi mëson shpëtimin nga veprat. To begin with, you will never find a single indication
where James said that you are saved by your good works. Sa për fillim, ju nuk keni përgjetur kurrë as edhe një shenjë të vetme se Jakobi po thotë që jeni shpëtuar për shkak të veprave tuaja të mira. Second, Së dyti, when Paul speaks about good works as deed works in Galatians, he is referring to religious ritualistic observance, not to the works of righteousness or morality. kur Pali flet për veprat e mira si vepra tek ligji të Galatasit, ai i referohet fesë, respektimit të ritualeve dhe jo thjesht veprave që kanë të bëjnë me të drejtën dhe të moralshmen. This is a very important key word here. Listen to it very carefully. Kjo është një fjalë e rëndësishme dhe kyçe në këtë pasazh. Dëgjojeni me kujdes. James said, if someone says he has faith. Jakobi tha, nëse dikush thot se ka besim. In other words, watch out for those who make claims to be believers and all their life habits and all their lifestyle says something to the contrary. Pra me fjalë të tjera, vreni atë që pohojnë se janë besimtar, por që zakonet e tyre dhe mënyra e jetesës tregon të kundërtën. James is telling us that actions speak louder than words. Jakobi është duke na treguar se veprat flasin më shumë se fjalët. It is not what a person says he is, but what a person does. Një njeri nuk shihet prej asaj që pretendon se është, por përmes veprave të tij. Be careful to make distinction between a mere profession of faith, which is worthless, and a genuine productive faith that lays hold of eternal salvation. Tregoni kujdes që të bëni dallimin mes një profesioni të mirëfillt besimi që është i pavlerë dhe një besimi të sinqert dhe produktiv që hedh bazat e shpëtimit të përjetshëm. There are some people who say Jesus is their savior, but never obey him as Lord. Ka disa njerëz që thonë se Jezusi është shpëtimtari i tyre, por kurrë nuk i binden atij si Perëndi. That is not the Christian faith. Ky nuk është besimi i Krishter. Authentic faith will make a difference in your life somehow, somewhere, sometime. Besimi autentik do të ndryshojë në një farë mënyre jetën tuaj. Listen to what the Apostle Paul said in Ephesians 2:10. Dëgjoni se çfarë thot apostulli Paul tek Efesianët kapitulli 2 vargu 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works which God has prepared beforehand that we should walk in them. Në fakt ne jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Listening friends, listen to me very carefully. Të nderuar dëgjues, më dëgjoni me kujdes. We are not saved through good works, but unto good works. Ne nuk jemi shpëtuar nëpërmjet veprave të mira, por në veprat e mira. Good works will never save you, no matter how much good works you do. Veprat e mira nuk do t'ju shpëtojnë kurrë, pavarësisht se sa shumë të mira keni bërë. The Bible says you can only be saved by faith in Jesus Christ. Bibla thot se ju mund të shpëtoheni vetëm nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin. But after you are saved, there is good works waiting and ready for you to accomplish the moment you have joined the family. Por pas jeni shpëtuar, ka vepra të mira që presin të përmbushen prej jush që në momentin kur bashkoheni në familje. But the truth is that some people take faith to mean a mere head knowledge. Por e vërteta është se disa njerëz e marrin besimin si diçka që e mbush mendjen tonë thjesht me njohuri. Only a mental assent to the doctrine. Vetëm aprovim mendor i kësaj doktrine. A great theologian wrote the following. Një teolog i madh ka shkruar kështu: It is faith alone that justifies, but faith that justifies can never be alone. Vetëm besimi të shfaqson, por besimi që shfaqson nuk mund të jetë kurrë i vetëm. The word alone in verse 17 simply means by itself. Fjala vetëm në vargun e 17 do të thotë thjesht prej vetes. True saving faith can never be by itself. Besimi i vërtet shpëtues nuk mund të jetë prej vetes. Faith always brings life, and life produces good works of righteousness. Besimi gjithmonë sjell jetë dhe jeta sjell vepra të mira të drejtësisë. The person with dead faith has only an intellectual experience. Një njeri me besim të vdekur ka vetëm përvojë intelektuale. In his mind, he knows the doctrine of salvation, but he never submits to it. Në mendjen e tij ai njeh doktrinën e shpëtimit, por kurrë nuk i nënshtrohet. There are many who consider themselves to be Christians, and yet they have nothing to show for it. Ka shumë që e konsiderojnë veten si të krishterë dhe që nuk kanë asgjë për të treguar në lidhje me këtë. Their faith talks, but it does not walk. Besimi i tyre flet, por ai nuk ecën. It makes claim without producing a conduct to match. Besimi i tyre pohon një drejtim që nuk mund të praktikohet. It professes to believe in Christ, yet it attempts to do nothing for his sake.
Ai deklaron se beson në Krishtin, por nuk bën asgjë për hir të tij. Beware of such persons who talk a lot and yet their life reflects nothing about Christ. Bëni kujdes nga njerëz të tillë që flasin shumë, por që në jetën e tyre nuk reflektojnë asgjë për Krishtin. You may be such a person. Ju mund të jeni një i tillë. Let me invite you to turn your life over to Jesus Christ. Më lejoni t'ju ftoj që të ktheni jetën tuaj te Krishti. He wants to give you a living faith that will change your life. Ai dëshiron t'ju jap besim të gjallë që të ndryshojë jetën tuaj. Please listen carefully to what I'm going to tell you. Ju lutem dëgjoni me vëmendje se çfarë dëshiroj t'ju them. No man or a woman can come to Jesus Christ by faith and remain the same any more than you can come into contact with 220-volt wire and remain the same. Asnjë burr apo grua që ka njohur Krishtin nëpërmjet besimit nuk ka ngelur i njëjtë pasi ka përjetuar prezencën e tij, njësoj sikur të zërë një rrymë fuqishme korrenti dhe të jesh prapë i njëjti. John the Apostle said, "He who has the Son has life, and he who has not the Son of God has not life." Gjoni, apostulli, tha kështu: ai që ka birin ka jetën, dhe ai që nuk e ka birin nuk e ka jetën. Listen carefully, please. Ju lutem më dëgjoni me kujdes. James is saying that dead faith is really counterfeit faith. Jakobi është duke thënë se besimi i vdekur është vërtet besimi i sajuar. Counterfeit faith lulls a person into false confidence of eternal life. Besimi i sajuar i jep një personi një konfidencë të rreme të jetës së përjetshme. What about you? Po ju, Do you have a counterfeit faith that is lulling you to false confidence? a keni besim të sajuar që ju jep një konfidencë të rreme? Are you caught up in the spirit of religiosity thinking that this will get you to heaven? A jeni mbërthyer nga fryma e besimit duke menduar se vetëm kështu mund të shkoni në qiell? Only the faith that surrenders to Jesus Christ as your only Savior will get you to heaven. Vetëm besimi që i dorëzohet Jezus Krishtit si shpëtimtari të vetëm ju çon në qiell. James gives us 4 reasons as to why that counterfeit faith, which relies on tradition or a set of rules or even dead works, is worthless. Jakobi na jep 4 arsye se pse besimi i sajuar që mbështetet tek tradita ose një grup rregullash e madje veprash të vdekura është i pavlerë. First, it cannot save the sinner. Së pari, nuk mund të shpëtojë mëkatarin. Nicodemus was a religious man. Nikodemi ishte një njeri fetar. What makes it even more insidious is that he professed some sort of faith in Jesus. Ajo që e bën edhe më të fshehtë është se ai shfaqe një farë besimi në Jezusin. But before very long, Jesus made it clear that saving faith, true faith, involved being born again. Por shumë shpejt, Jezusi ja bëri të qartë se besimi shpëtues, besimi i vërtet, përfshin dhe të lindurit sërish. Being born of the Spirit, not merely belief. Të rilindësh në shpirt, jo thjesht besim. Faith is volitional surrender to intellectual conviction. Besimi është dorëzim i vullnetshëm në bindje intelektuale. The second reason as to why counterfeit faith is worthless is because it does not help others. Arsyeja e dytë se pse besimi i sajuar është i pavlerë, është sepse nuk ndihmon të tjerët. When you are self-centered and so wrapped up in yourself that you cannot see the needs around you, you are like an apple tree without apples. Kur jeni aq të mbyllur në vetvete sa nuk mund të shihni skamjen rreth jush, atëherë ju jeni si një pemë molle pa kokra. Like a car without wheels. Ju jeni si një makinë pa rrota, Or like a watch that does not run. ose si një orë që nuk punon, It profits no one. nuk përfiton asnjë. The third reason why counterfeit faith is worthless is that a mere profession of faith has not a shred of evidence as to its reality. Arsyeja e tretë se pse besimi i sajuar është i pavlerë, është se një profesion i mirëfillt besimi nuk ka as provën më të vogël kur vjen puna tek realiteti i tij. If all of your claim to Christianity is made of religious activities, then there is a distinct possibility that you have not experienced saving faith. Nëse gjithë pohimi i krishtërimit tuaj bëhet vetëm nëpër aktivitete fetare, atëherë ky është një rast i dallueshëm që tregon se nuk keni përjetuar besimin që shpëton. In fact, your so-called faith is not better than that of the devil. Në fakt, i ashtu quajturi besimi juaj nuk është më i mirë se ai i djallit. Which brings me to the fourth reason as to why counterfeit faith is worthless. Gjë që çon në arsyeën e katërt se pse besimi i sajuar është i pavlerë. James wants to shock us into realizing that our Christian faith is not only believing certain things. Jakobi dëshiron të na trondisë që të kuptojmë se besimi ynë i krishterë nuk është thjesht besim në fakte të sigurta. We are subtly
and cleverly lulled by the devil into drawing a false distinction between what we believe and the way we live. Djalli që tëson ndërgjegjen tonë lehtësisht dhe në mënyrë djallëzore, duke pasqyruar një ndryshim të rrem mes asaj që besojmë dhe mënyrës që jetojmë. Many believe that Jesus Christ is the Son of God and that he died on the cross to save us from sin. Shumë besojnë se Jezus Krishti është biri i Perëndisë dhe se ai vdiq në kryq për të na shpëtuar nga mëkatet. But that belief in itself is not enough. Por ky besim nuk është i mjaftueshëm. The devil believes exactly the same thing. Djalli beson eksaktësisht të njëjtën gjë. In fact, the devil believes even more than this Në fakt, djalli beson më shumë se kaq, because he trembles and fears God. sepse ai dridhet dhe ka frikë nga Perëndia. Jesus' name causes him to shudder and fear. Emri i Jezusit I shkakton atij frikë dhe drithërima. Look at that in verse 19 of chapter 2 of James. Shikojeni këtë në vargun e 19 të kapitullit 2 të Jakobit. In fact, that's more than what we do. Në fakt, ne bëjmë më pak se kaq. We don't shudder at the name of Jesus Christ. Ne nuk dridhemi me emrin e Jezus Krishtit. But with all of that, the devil does not change his conduct. Por me gjithë këtë, djalli nuk e ndryshon sjelljen e tij. Some of you probably are shocked at James' words that the demons have faith. Disa nga ju ndoshta janë tronditur nga fjalët e Jakobit se demonët besojnë. What did demons believe? Çfarë besojnë demonët? For one thing, the demons believed in the existence of God. Demonët besojnë në ekzistencën e Perëndisë. Demons are neither atheist nor agnostic. Demonët nuk janë as ateist as agnostik, But even more than that, por madje më shumë se kaq. they believe in the divinity of Christ. Ata besojnë në natyrën hyjnore të Krishtit. Wherever they met Jesus when he was on the earth, they testified to who he is. Kudo ku e takuan Jezusin gjatë kohës kur ai ishte në tokë, ata dëshmuan se kush ishte ai. Later, when you are studying, read Luke 8:31. Më vonë, kur të studioni, lexoni Lukën kapitulli 8 vargu 31. A counterfeit faith, which is a dead faith, is no better than a dead seed. Një besim I sajuar që është në fakt një besim I vdekur, nuk është më I mirë se sa fara e vdekur, Or a dead root, ose rrënjë e vdekur, or a dead nerve. ose një nerv I vdekur. It can only deceive and it leaves you empty. Ai vetëm mashtron dhe ju zbraz. Real faith in Jesus as your only Savior is alive and dynamic. Besimi I vërtet tek Jezusi si shpëtimtari juaj vetëm është I gjallë dhe dinamik. Counterfeit faith will only affect your intellect, but the dynamic faith involves the will. Besimi I sajuar ndikon vetëm në intelektin tuaj, por besimi dinamik përfshin dhe vullnetin tuaj. The whole person will come alive with true saving and dynamic faith. E gjithë qenia gjallërohet në saj të besimit shpëtues, dinamik dhe të vërtet. The mind will comprehend the truth. Mendja do të kuptojë të vërtetën. The heart will desire the truth. Zemra do të dëshirojë të vërtetën. And the will acts on the truth. Dhe vullneti do të veprojë në të vërtetën. So how can you tell the difference between counterfeit dead faith and dynamic live faith? Pra, si mund ta shprehim ndryshimin ndërmjet besimit të sajuar e të vdekur dhe besimit dinamik e të gjallë? Look at verses 20 all the way to 26 of chapter 2. Shikoni vargjet 20 deri në 26 të kapitullit numër 2. The nature of saving faith is where the claim matches the conduct. Natyra e besimit që shpëton pohon një drejtim që mund ta praktikosh. As it talks, so it walks. Ndërsa flet, ecën. It proves its sincerity by its action. Kjo provon vërtetësinë e tij me anë të veprave. It believes to the point of commitment. Beson deri në përkushtim. It trusts to the point of dependence on God. Beson deri në varësi ndaj Perëndisë. It loves to the point of obedience. Dashuron deri në bindje. It does not accept Jesus as Savior and then reject Him as Lord. Nuk e pranon fillimisht Jezusin si shpëtimtar dhe refuzon më vonë si Zot. It denies self. Mohon vetveten. It moves mountains. Lëviz malet. It knows answered prayer. Merr përgjigje për lutjet. It loves others. I do të tjerët. It seeks to please the Lord. Kërkon të kënaq Perëndin. And that is the kind of faith that is demonstrated in two examples that James gives us. Dhe ky është lloji I besimit që shfaqet në dy shembujt që I jep Jakobi. Who are these examples? Kush janë këta shembuj? Abraham and Rahab. Abrahami dhe Rahabi. You could not get two people who are more on the opposite side of the pole. Ju nuk mund të gjeni dy njerëz që janë kaq të ndryshëm. They were opposite culturally, religiously, materially, and in every sense.
Ata ndryshonin nga kulturat, besimet, pronat dhe në çdo gjë tjetër. Yet both had something in common. Por të dy kishin diçka të përbashkët. They had dynamic faith that manifested itself. Ata kishin besim dinamik që manifestohej. Abraham's dynamic faith obeys God and proves itself in daily life and work. Besimi dinamik i Abrahamit i bindej Perëndis dhe shfaqet në jetën e tij të përditshme dhe në veprat e tij. Rahab the prostitute, on the other hand, Dhe në anën tjetër kemi prostitutën Rahab. read about the story in the book of Joshua, chapter 2 and 6. Lexoni për këtë histori në librin e Josueut kapitulli 2 dhe 6. Joshua sent spies before he went to claim the promised land. Josueu dërgoi spiun përpara se të shpallte tokën e premtuar. Rahab the Canaanite protected them. Rahabi Kananitja i mbrojti ata. She believed the message of doom that Joshua's men preached, Ajo besoi mesazhin e fatkeqësisë që predikuan njerëzit e Josueut. and she acted on that faith with action. Dhe ajo veproi në saj të besimit. She risked her life in carrying out her faith. Ajo rrezikoi jetën e saj duke zbatuar besimin. Oh, what grace that would pick such a woman and not only save her, but she became an ancestor of our Lord Jesus. Oh, çfarë hiri të zgjedhësh një grua të tillë, jo vetëm për ta shpëtuar, por edhe për ta bërë paraardhëse të Zotit ton Jezus. Rahab could have had dead faith, but she exhibited dynamic faith. Rahabi mund të ketë pasur besim të vdekur, por shfaqi besim dinamik. Her mind knew the truth, Mendja e saj njihte të vërtetën, and her will acted upon the truth. dhe vullneti i saj vepronte në të vërtetën. She proved her faith by its outward fruit. Ajo e tregoi besimin e saj nëpërmjet fryteve të jashtëm. What is the body worth if the spirit is gone? Çfarë vlere ka trupi nëse nuk ka më frym? Ask James in the last verse of chapter 2. Kështu pyet Jakobi në vargun e fundit të kapitullit 2. It should only be buried. Trupi vetëm savaroset. So it is with faith that has no outward manifestations. Kështu ndodh dhe me besimin që nuk manifestohet së jashtmi. The only faith that is worth the name is the faith that changes lives and goes to work for God. I vetmi besim që ja vlen është besimi që ndryshon jetë dhe vepron për Perëndin. How do you get this dynamic faith? Si e bëni tuajin këtë besim dinamik? It can only be yours as a gift from God. Mund të jetë juaj si dhuratë prej Perëndis. You can ask God for that faith and He will give it to you. Ju mund t'i kërkoni Perëndis për këtë lloj besimi dhe ai do t'ju jap. He promised to do that. Ai e ka premtuar këtë. Will you ask for it today? A do të kërkoni për të sot? And then write to us and tell us. Dhe pastaj na shkruani dhe na tregoni. Until we meet again, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të nderuar miq, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef u ndal sot në hapjen e 5 në procesin e rritjes son shpirtërore. Pam se besimi pa vepra është i vdekur. Megjithatë, ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë se nuk jemi shpëtuar nëpërmjet veprave të mira, por përmes hirit Perëndis. Në programin ton të herës së ardhshme, Doktor Jusef do të na flasë për hapjen e 6 në procesin e pjekurisë son shpirtërore. Kontrolli i gjuhës son. Jakobi kushton një rëndësi të veçantë kësaj çështjeje. Ai thotë se është shumë e rëndësishme të kemi kujdes për fjalët që themi, sepse të gjithë ne do t'japim llogari për to ditën e gjykimit. Doktor Jusef thotë se me fuqinë e fjalëve tona, ne mund të ndryshojmë botën. Më shumë do të mësoni në programin ton të herës së ardhshme. Ndaj do t'ju ftoja miq që qëndronit me ne. Në fund ju kujtoj se ne mirëpresim emailet dhe letrat tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi, ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashk, miru dëgjofshim.